Kur gjithçka ishte gati dhe sipas planit, ekipi inspektorëve u nis për terren. Qëllimi i tyre ishte verifikimi i zbatueshmërisë së vendimit të Mintit për margjën maksimale të lejuar për produktet e naftës. Qëllimet e inspektimeve janë mbikëqyrja e zbatimit të vendimit të rregullimit të çmimeve, vendosjes së rregullimit të çmimeve dhe masave tjera mbrojtëse, gjithashtu edhe verifikimin e sasisë rrjedhëse të produktit të naftës. Destinacioni i parë ishte në Shkabaj të Prishtinës. Kontrolli i parë u bë për sasinë e rrjedhjes së derivateve. Më pas u kërkuan kuponët fiskal për t'i verifikuar çmimet e derivateve. Në pritje të raportit të ATK-s dhe raportit që vjen nga Agencioni i Meteorologjisë së Kosovës. Qëllimi u bë të ditur operatorët ekonomik. Në anën tjetër, shoferët kundërshtojnë një rritje tjetër të çmimit për derivatet. Me koncesionaret me sikas apet nuk është shumë. Sa ma lirë, ma mirë është për qytetarë. Nga shoqata e naftëtarëve bëjnë të ditur se çmimet e derivateve janë ulur dukshëm. Me uljen e derivateve në berz dhe marrëveshja e përfundimit të konfliktit Izrael-Iran, ka rënje në tregjet ndërkombëtare dhe kjo ka reflektuar edhe tek ne në Kosovë. Çmimet sot përafërsisht janë për dizel 1.18 cent deri në 1.27 cent, ndërsa benzina 1.21 deri në 1.28 cent. Si pasojë e konfliktit mes Izraelit dhe Iranit, çmimet e naftës u rritën në Kosovë.